Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni i lartë, ja ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë. Presioni i lartë i gjakut, i njohur gjithashtu si hipertension, është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore në të gjithë globin, i cili mund të ndikojë edhe në shfaqjen e problematikave të tjera të shëndetit tuaj. Si dikur, tensioni i gjakut ishte i zakonshëm në mesin e të moshuarve, por tani është gjithashtu më i përhapur edhe tek moshat e reja. Hipertensioni është një problem serioz i cili mund të çojë edhe në pasoja të rënda shëndetësore përfshirë sëmundje të ndryshme kardiovaskulare. Shkenca nuk ka qenë në gjendje të gjejë një zgjidhje të presionit të lartë të gjakut. Ekspertët sugjerojnë të ushqeheni në një dietë të shëndetshme dhe të merrni kështu medikamente çdo ditë në këshillën e mjekut për ta mbajtur atë nën kontroll. Por llogaritja e ilaçeve ka edhe efektet e saj anësore në shëndetin tuaj. Prandaj pasurimi i dietës suaj duhet të jetë çelësi për të ndihmuar kështu në mbrojtjen kundër problemeve të hipertensionit. Tensioni i lartë i gjakut mund të rregullohet edhe me perime dhe me ushqimet dhe mjekësi alternative. Këto janë mënyrat më të mira sipas brejtësat që do ju ndikojnë pozitivisht në menaxhimin më efektiv të hipertensionit. Tregoni kujdes me atë që hani në dietën tuaj. Qëndroni larg nga kripa, pasi mund të shkaktojë kështu presion të lartë të gjakut. Ndërsa ju mund të shihoni kripën e gatuar, ajo ende nuk mund të jetë në sasi të ulët. Përveç kësaj, kripa e papërpunuar duhet të ndahet plotësisht nga dieta juaj pasi mund të shkaktojë reagime të menjëhershme kundër problemeve të hipertensionit. Qëndroni vazhdimisht aktiv. Shtimi në peshë është një shkak kryesor i problemeve tuaja të hipertensionit. Nëse jeni vazhdimisht mbi peshë, sigurohuni që të frekuentoni palestrën, pasi kështu e keni më të kollajt që të mbani nën kontroll problemet tuaja të hipertensionit. Edhe nëse duhet të jeni i përshtatshëm, bëni një shëtitje çdo ditë pasi mund të ndihmojë në mbajtjen e trupit të formë, i cili është çelësi kryesor në menaxhimin tuaj të problemeve të hipertensionit. Provoni gjithashtu edhe mjekësinë alternative, e cila mund të jetë një ndihmë e mirë në rastin tuaj. Provoni opsionet alternative të trajtimit siç është trajtimi i ozonit dhe citoni edhe mënyrat më të mira ushqyese në rastin tuaj. Ndërsa nuk ka ende që mund t'i zgjidhin këtë shqetësim, duhet të përdorni receta të mjekësisë alternative me kujdes në mënyrë që të menaxhoni gjendjen tuaj të hipertensionit. Gjeni atë problem i cili nxit më shumë shkaktimin e tensionit të lartë. Gjëja më e rëndësishme është të dini se çfarë bën presionin tuaj të gjakut të rritet, kështu duhet të shmangni këtë shqetësim, në mënyrë që të menaxhoni më lehtë problemin tuaj të hipertensionit. Sipas të dhënave nga Shoqata Amerikane e Zemrës, gati gjysma e njerëzve në SBA vuajnë vazhdimisht nga presioni i lartë i gjakut, ku numri i vdekjeve është rritur me të paktën 38%. Në shumë raste, presioni i lartë i gjakut mund të kontrollohet vetëm duke bërë ndryshime në dietën tuaj. Dieta DASH, qasja dietike për të parandaluar hipertensionin, e cila shmang kripën, alkoolin dhe kafeinën, thekson kështu edhe rëndësinë e frutave, perimeve, bulmetit me pak yndyrë në dietën tuaj, që janë aleati më i mirë për shëndetin. Konsumi i tyre është treguar se do të ulë presionin e lartë të gjakut. Vetëm në 2 javë ndryshimi i dietës suaj do të ketë rezultate pozitive në këtë aspekt. Konsumi i tyre është treguar se ul presionin e gjakut dhe shtoni në dietën tuaj produkte sa më të mira si panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me vlera të mira për shëndetin, duke qenë se është i pasur me vitamina, minerale, përbërës organik si karotenoidet, vitamina C, magnez, hekur, bakër, fosfor, gjithashtu edhe burimi i shkëlqyer i antioksidantëve. Pasurimi i dietës suaj me këto produkte do ju ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të problemeve të hipertensionit. Një studim tregoi se njerëzit që pinin vazhdimisht lëngun e panxharit të përzier me lëngmodhe treguan një ulje të presionit të gjakut vetëm 6 orë më vonë.
Perimet, veçanërisht perimet me gjethë jeshile si dhe hudhrat, rrisin oksidin nitrik në trup duke ulur kështu edhe presionin e gjakut dhe duke i mbrojtur vazhdimisht nga shqetësimet e hipertensionit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj është edhe shega. Shegët janë të pasur me polifenole antioksidant që kanë efekte pozitive në tensionin e gjakut dhe kundër sëmundjeve tuaja të hipertensionit. Në një studim, njerëzit që pinin çdo ditë një filxhan ose më shumë me lëng shege treguan një ulje të presionit sistolik të gjakut dhe patën përmirësime të mira në shëndetin e tyre në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Një tjetër produkt ushqyes shumë i mirë për dietën tuaj edhe në rastin e hipertensionit janë edhe stikat. Stikat janë të pasura me yndyrna të shëndetshme, magnez, kalium, gjithashtu edhe përbërës që ulin presionin e lartë të gjakut. Në një studim, njerëzit që kishin kolesterol të lartë të gjakut konsumonin disa stika në ditë, kishin edhe përmirësime më të mira të shëndetit të tyre, duke parandaluar kështu edhe problemet e hipertensionit. Është e rëndësishme që të pasuroni dietën tuaj me stika jo të kripura në mënyrë që të keni përfitime më të mira edhe në çështjen tuaj siç është hipertensioni. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për shëndetin për të menaxhuar më mirë është edhe kosi. Kosi është një nga produktet e qumshtit me pak yndyrë që mund të ndihmojë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobit të organizmit në parandalimin e këtyre shqetësimeve dhe sjelljen e rezultateve më të kënaqshme në menaxhimin e problemeve tuaja. Pasurimi i dietës suaj me kos është një mundësi e shkëlqyer për dietën tuaj. Një studim zbuloi se gratë që konsumonin 5 ose më shumë racione me kos në javë treguan një reduktim prej 20% të rrezikut të zhvillimit të problemeve të hipertensionit. Studiuesit besojnë se kalciumi, magnezi, fosfori dhe lëndët të tjera ushqyese që qëndet e kosi luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e problemeve të hipertensionit dhe kështu do të sjellin rezultate të kënaqshme në menaxhimin e problemeve dhe luhatjeve të tij. Farat e lirit gjithashtu janë në një mundësi e shkëlqyer për të ndihmuar rastin tuaj kundër problemeve të hipertensionit, çka do të sjellë rezultate të kënaqshme ushqyese për shëndetin tuaj dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Farat e lirit janë të pasur me yndyrna omega-3 dhe me fibër, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen kundër presionit të lartë të gjakut. Në një studim, njerëzit me hipertension që konsumonin vazhdimisht farat e lirit në dietën e tyre treguan një presion sistolik të gjakut më të rregullt. Farat e lirit kanë efekte të fuqishme anti-inflamatore dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në menaxhimin e shëndetit tuaj. Pasurimi i dietës suaj me këto produkte është çelësi më i mirë i balancimit të problemeve të hipertensionit. Është e rëndësishme që nëse vuani nga hipertensioni, të keni gjithashtu edhe stresin në kontroll, pasi mund të ndikojë vazhdimisht në luhatjen e problemeve tuaja shëndetësore. Presioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga shkaqet më të rëndësishme të sëmundjeve të zemrës dhe si i tillë duhet të menaxhohet si duhet edhe me produktet e duhura ushqyese. Grapefruit. Këto fruta të mira agrume, siç është portokalli, grapefruit dhe limoni, kanë efekte të fuqishme në uljen e presionit të lartë të gjakut, duke sjellë kështu rezultate të kënaqshme në aspektin e shëndetit tuaj dhe parandalimin e shqetësimeve të tilla. Ato do ju ndihmojnë në uljen e rrezikut të problemeve të hipertensionit dhe sjelljen e rezultateve më të mira në menaxhimin e shëndetit tuaj. Përveç grapefruitit në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe salmonin. Peshqit yndyror si salmoni janë në burime të shkëlqyera të yndyrnave omega-3 me përfitime të mira dhe të konsiderueshme në uljen e niveleve të hipertensionit. Këto produkte do të sjellin rezultate më të mira në menaxhimin e problemit tuaj. Gjithashtu është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo problem që mund të keni në lidhje me shëndetin e përgjithshëm. Vëmendje, informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.